because we shouldn't have double standards. Antarja e Parlamentit Evropian Irena Joveva, së cilës në konferencën e sigurisë në Beograd ju dha çmimi për kontributin e promovimin e paqes dhe sigurisë në rajon, tha se gjua polarizuese në Ballkan nuk kontribon në përshpejtimin e proceseve integruese. Kur u pyet për aplikimin që në 2022 Kosova bëri për antarësim në BE, por nuk u shqyrtua ende, eurodeputetja slovene theksoi se sfidat janë të qarta, por jo të pakapërcyeshme. Sa I përket Kosovës, dua të them se gjithmonë ka pengesa. E keni parë vetë. Shumë vende të tjera kandidate, për shembull Maqedonia e Veriut, kanë pritur për vite më radhë dhe kanë qenë një nga shembujt më të mirë në rajon, por tani nuk është më kështu. Natyrisht gjithmonë ka pengesa, por kjo nuk do të thotë se ato nuk mund të zgjidhen. Prandaj duhet të bëj thirrje edhe një herë udhëheqësve të dy vendeve, por edhe Bashkimit Evropian që të kryejnë detyrat e tyre. Eurodeputetja slovene shprehu shqetësimin për stabilitetin e rajonit dhe foli edhe për mundësitë që ky moment gjeopolitik u ofron proceseve të zgjerimit të BE-s. E shoh situatën në Ballkanin Perëndimor tani si një moment serioz për të shfrytzuar impulsin e procesit të zgjerimit. Për shkak të situatës gjeopolitike dhe faktit që zgjerimi është shumë lart në agjendë, më në fund pas kaq shumë vjetësh në Bashkimin Evropian. Dhe unë me të vërtet u bëj thirrje shteteve anëtare të rajonit dhe vendeve kandidate në Ballkanin Perëndimor të shfrytëzojnë këtë moment. Në lidhje me dialogun Kosovë-Serbi, Joveva tha se pavarësisht marrëveshjeve të arritura që nga viti 2013, implementimi I tyre mbetet I mangët. Joveva përmendi tendencat nacionaliste që janë evidentuar në të gjithë rajonin, duke shprehur shqetësimin se përfshirja e urrëties dhe polarizimi politik janë kërcënim për stabilitetin e Ballkanit. Ka shumë nacionalizëm në të gjithë rajonin, në fakt ashtu siç e shohun në Ballkanin Perëndimor. Prandaj do të thosha se politikanët gjithashtu duhet të kryejnë detyrat e tyre dhe thjesht të ndalojnë me polarizimin dhe të ndalojnë me ushqimin e nacionalizmit, sepse kjo nuk do të na çojë askund. Unë I ndaj njerëzit në njerëz të mirë dhe të këqij, dhe mendoj se politikanët duhet të bëjnë të njëjtën gjë dhe thjesht të ndalojnë me urrëtitjen, sepse ata duhet të jenë shembuj për të gjithë të tjerët. Mes shqetësimeve për tensionet dhe pengesave të vazhdueshme, Joveva theksoi se perspektiva e Kosovës drejt BE-s dhe stabiliteti në Ballkan janë të mundshme nëse ka vullnet politik dhe bashkëpunim.